Viti 2026 shënon një etapë të re për Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi, i cili ka prezantuar hapësirën Kub Franz Shkodër, një mjedis digjital inovativ që ofron artin dhe trashëgimin kulturore me publikun përmes një provoje bashkëkohore. Ky zhvillim përbën një hap domethënës në forcimin e bashkëpunimit kulturor dhe teknologjik mes Shqipërisë dhe Francës. Çfarë është ndërtesa që hapësira që po inaugurojmë sot? Kub Franz Shkodra vjen si pjesë e paketës Kit Kubi K, si pjesë e kubit Francës në Tiranë, e mbështetur nga ambasada e Francës në Tiranë edhe gjithashtu Ministria e Turizmit, Kulturës edhe Sporteve. Kemi lajmin e mirë për si vjet për vitin 2026 për Lucianin që kemi goxha fishuar buxhetin e Muzeut Marubi që në fillim të vitit 2024 e gjetëm diku tek, në mos gaboj Lucian, 14 milion lek të vjetra dhe sot ky buxhet është 90 milion lek dhe besoj që është një rritje e rëndësishme për kaq pak kohë, megjithëse është tepër modest për atë që Luciani është në gjendje të bëjë dhe për atë që Luciani me kreativitetin e tij dhe me seriozitetin e gjithë punës së tij premton dhe është një nga drejtorët që kam thënë disa herë që është krenari që ti jesh ministër i tij dhe nuk do lëm asgjë pa bërë si ministri që të krijojmë kushte, qoftë për zgjerimin e ateljes së Marubit me një godinë të re që duam ta shprehojmë këtu afër për ta zgjeruar hapësirën që ka nevojë Marubi për gjithë aktivitetet e veta dhe qoftë për gjithë atë rrjet të ri muzesh që Shkodra ka nevojë përtej Marubit që ta arrim të kemi një vizitor në qytetin e Shkodrës, i cili të ketë një itinerar dhe një zgjedhje dhe një menu shumë të pasur, muzesh, ndalesash, destinacionesh, eksperjencash të vogla, të mesme, të mëdha, të cilat do të jenë mbi 20 në programin e ri dhe në projektin që ne kemi me Bashkinë e Shkodrës, për cilën kemi folur edhe sot me zotin Beci, i cili tashmë ka marrë mbështetjen dhe financimin. Ndërmjet kësaj platforme, teknologjia vihet në shërbim të komunikimit kulturor, duke krijuar forma të reja ndërveprimi me artin, historinë dhe trashëgimin europiane. Ce projet vise à développer la coopération culturelle numérique entre la France et l'Albanie. Ky projekt synon të forcojë bashkëpunimin digjital mes Francës dhe Shqipërisë përmes përvojave të tilla kulturore, në të cilin të pranishmit mund ta përjetojnë përmes pajisjeve të dedikuara për to. Ato shërbejnë si një urë lidhse mes trashëgimisë franceze dhe shqiptare. Projekti ofron qasje në mbi 3200 vepra arti të digjitalizuara. Për herë të parë në një muze në Shqipëri, vizitorët kanë mundësi të eksplorojnë përmbajtje artistike përmes realitetit virtual dhe eksperiencave 3D, me qasje në mira vepra arti të digjitalizuara nga institucione të njohura ndërkombëtare.